Kreu i Këshillit të Lartë Gjyqësor, Ili Rusi, raportoi në Komisionin për Nisma Qytetare bashkëpunimin e mbikëqyrjes institucionale me veprimtarinë e institucionit për vitin 2025, duke paraqitur arritjet e sfidat e sistemit gjyqësor gjatë vitit të kaluar. Në fjalën e tij, ai theksoi se KLG ka intensifikuar bashkëpunimin me institucionet vendese e partnerët ndërkombëtar me synim forcimin e pavarësisë e eficiencës së sistemit të drejtësisë. Sipas Rusit, gjatë vitit 2025 janë ndërmarrë hapa konkrete për plotësimin e vakancave në gjykata që kalojnë reforma të thella strukturore, veçanërisht kur këto reforma shoqërohen me ndryrjen e kapacitetit njerëzore dhe riorganizime institucionale. Në këtë kuadër, indikatorët kryesorë të performancës sipas standardeve të SPESH-it ofrojnë një kuptim më të plotë dhe më të saktë të situatës. Për sa i përket raporti ndërmjet çështjeve të përfunduara dhe atyre të reja, ka realizuar në disa periudha nën pragu minimal për 100%, veçanërisht në nivelin e gjykatave të apelit. Kjo tregon se sistemi në këto faza nuk ka arritur të përballojë plotësisht fluksin e hyrjes, duke prodhuar në mënyrë të pashmangshme një rritje të çështjeve ende të pagjykuara. Lidhe me raportin e kohës nevojshme për përfundimin e çështje, paraqitet bim mesatare europiane, duke reflektuar jo vetëm rritjen e çështjeve ende të pagjykuara, por edhe presionin e shtuar mbi kapacitetet ekzistuese të sistemit gjyqësor. Ndërkohë, në lidhje me treguesin për numrin e çështjeve në pritje në raport me popullsinë, e pozicion Shqipërinë mbi mesatarin e vendet të Bashkimit Evropian, duke evidentuar një ngarkesë relative më të lartë të sistemit në raport me kapacitetet e tij. Megjithatë, analiza nuk mund të kufizohet vetëm në dimensionin sasior të çështjeve ende të pagjykuara. Po aq i rëndësishëm është dhe transformimi i strukturës të tij në nivele të ndryshme të gjyqësorit. Një tjetër fokus i raportimit ishte rritja e sigurisë së institucioneve gjyqësore. Kreu i KLG-s bëri të ditur se është parashikuar një fond prej 223 milion lekësh për investime që synojnë përmirësimin e standardeve të sigurisë në gjykata, i për gjyqtarët e për stafin administrativ, ashtu edhe për qytetarët që marrin shërbime në këto institucione. Gjatë raportimit u evidentuan gjithashtu përpjekje për modernizimin e administrimit të sistemit gjyqësor, rritjen e transparencës e forcimin bashkëpunimit ndërinstitucional.